Moralisht, imazhi i Izraelit, veçanërisht pas masakrave dhe urisë në Gaza, u vu në bankën e të akuzuarve në çdo forum ndërkombëtar të drejtave të njerëzit. Termat si gjenocid dhe nazizëm sionist nuk janë më vetëm fjalë të aktivistëve arab, por janë bërë pjesë e fjalorit të mediave dhe universiteteve perëndimore. Administrata e Bidenit kishte vënë bazë mbi një luftë të shkurtër që do të shkatërronte Hamasin dhe do të forconte rolin e Izraelit si alat kyç në përballjen e Washingtonit me Kinën dhe Rusinë. Por ndodhi e kundërta, shkruan Zumer. Humbja besueshmërisë morale, mbështetja e hapur amerikane ndaj krimeve në Gaza, si në planin diplomatik, ashtu edhe në atë ushtarak, nxorri në rrugë miliona të rinj amerikan, sidomos në universitete, dhe rihapi plagët e racizmit dhe diskriminimit në politikën e jashtme amerikane. Europa u përqa. Vende si Spanja, Irlanda dhe Belgjika refuzuan të ndjekin verbërisht politikën e mbështetjes së pakushtëzuar për Izraelin, ndërsa Afrika e Jugut ngriti padi për gjenocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ngjitja e fuqive kundërshtare, anshmëria e verbër amerikane përshpejtoi krijimin e një bloku ndërkombëtar kundër hegemonisë perëndimore, të përbërë nga Rusia, Kina dhe vendet e Jugut global që kërkojnë një rend botror më të drejtë.